Besimi është të besosh në Allahun fuqiplot, në melaiket e tij, engjujt e tij, në librat e tij, në pejgambert e tij, në ditën e fundit, në ditën e gjykimit, dhe të besosh në vendimin dhe caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, qoftë mirë apo keq. Pra, kjo përgjigje pejgamberit alayhis salam na nxjerr në pa 6 kushtet kryesore, shtyllat kryesore të imanit, besimit. Por të nderuar vëllezër dhe motra, jemi të interesuar së pari që t'u sqarojmë fjalën besim, fjalën iman, se çfarë nënkupton kjo fjalë. Andaj, në aspektin gjuhësor, fjala iman, pra në aspektin gjuhësor është fjala e gjuhës arabe që e ka për qëllim at-tasdiq, vërtetim. Pra fjala iman ka për qëllimin vërtetim dhe bindje për ndonjë gjë të caktuar. Kurse në aspektin terminologjik islam, fjala iman sipas ehli sunetit dhe xhamatit është qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil jawarih. Pra është një lloj vërtetimi me fjalë, besim me fjalë, pranim me zemër, vërtetim me zemër dhe veprim pra në aspektin praktik. Pra imani është besim me zemër, shqiptim dhe me gojë dhe kryerja e detyrave fetare. Ky është definicioni i imanit pra tek ehli suneti dhe xhamati në aspektin e përgjithshëm.